Banorët e krajinës së Dukatit, Ragjasi dhe Orikumit protest përpara SPAK. 10 banorë të krajinës së Dukat, Ragjasit dhe Orikumit u mblodhen për të protestuar kundër asaj që ata e quajnë grabitje sistematike e pronave të trashëguara. Rreth orës 6:30 më shumë se 100 banorë janë nisur në drejtim të Tiranës për të protestuar përballë zyrave të prokurisë së posaçme SPAK lidhur me marrjen e pronave të cilët sipas tyre pritet që të ndodhi. Ne nuk jemi këtu për politikë, jemi për jetën tonë, po na marrin tokat e gjyshërve, po fshin kufit tan, po shkelmojnë historinë tonë, tha njëri nga përfaqësuesit e komunitetit, teksa turma broriste drejtësi për pronat. Jemi të organizuar në kuvend komunitar krajinor, kuvendi jonë është ngritur në 2010, siç e mbani mend që kemi pasur probleme për punën e pronave dhe tashmë gjendemi përpara një situate që krajina jonë synohet të shfarose totalisht, të shpopullohet totalisht. Kjo po bëhet me metoda ekonomike dhe me metoda mohim prone, mohim të drejtash. Situata është që neve aktualisht na ka ardhur IKMT-ja dhe kërkon të prish të gjitha njësitë ekonomike që kemi në territorin e krajinës tonë, njësitë e mesme dhe të vogla, jo të oligarkëve dhe të tyre të mëdhenj, njësitë të cilat mbajnë në këmbë ekonominë e krajinës tonë. Në momentin që prishin këto njësi dhe banesat shoqëruese me to, krajina jonë ngelet praktikisht pa financë, pa ekonomi dhe ne nuk mund të mbijetojmë në atë krajinë. Kështu që për këtë arsye ne mendojmë që ata kërkojnë të na shpopullojnë dhe mbas prishjes së ndërtesave kanë plan të zaptojnë tokat sepse kanë rifreskuar certifikatat e pronësisë që janë të bëra me falsifikim nga zaptues dhe grabitës që nuk i përkasin krajinës tonë fare, janë bërë kompensime në mënyrë të palishme, janë bërë mbivendosje të pamerituara dhe ne për këtë arsye jemi detyruar të rimbledhim kuvendin prap edhe të organizohemi për të mbrojtur veten tonë ligjërisht edhe fizikisht nëse do të jetë e nevojshme. Prandaj ne sot nuk kemi ardhur thjesht për të protestuar, kemi ardhur për të depozituar kallëzimin tonë në SPAK. Ndaj ku? Kallëzimi është firmosur nga 180 banorë të krajinës tonë, pra janë 180 kallëzues. Banorët kërkojnë hetim të plot nga SPAK për persona dhe institucionin që dyshohet se kanë firmosur ose lehtësuar këto procese. Ata paralajmërojnë se protesta do të vijojë deri në zgjidhjen e çështjes, ndërsa theksojnë se kjo është vetëm hapat e para të një betejë ligjore që synon të rikthejë të drejtat që sipas tyre u janë mohuar prej vitesh.